Shijoje Bigun, leje Stitchin, Fjolla I jep këshilla Albës për lojën në Big Brother VIP Kosova. Pas shumë episodeve ku Alba është prekur dhe shpar duke qarë sepse banorët ja merrnin arushin e saj Stitch, Fjolla, e cila ka hyrë në shtëpi më vonë, pati një bisedë me Albën në oborrin e shtëpisë. Gjatë bisedës, Fjolla e këshilloi Albën të jetë më gjallë në lojë dhe të mos shqetësohet shumë për Stitchin. Leje Stitchin rehat, kënaqur për vete, kur të dalësh merresh me Stitchin, I tha ajo, duke I dhënë një mesazh të qetë dhe mbështetës. Alba u duke qetësuar nga fjalët e Fjollës dhe nisi të përqendrohej më shumë tek pjesëmarrja në aktivitetet dhe lojrat e shtëpisë, duke treguar një energji më pozitive. Shumë banor kanë vërejtur se lidhja e saj emocionale me Stitchin shpesh e ka penguar të shfaqet më aktive në lojë. Ky moment nxori në parëndësinë e mbështetjes së bashkëbanorëve dhe mënyrën se si këshillat e thjeshta mund të ndikojnë në humorin dhe sjelljen brenda shtëpisë. Fjolla tregoi se si një këshill e thjeshtë mund të ndihmojë dik të relaksohet dhe të përqendrohet më shumë tek loja dhe argëtimi. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.